Thot Imam Tahawi, Allahu më shëroft, në vazhdim të vargjeve të akidis së tij, duke na treguar dhe sqaruar çështjet e kaderit, thot ndër të tjera, o daraba lahum ajala. Ai gjithashtu u vendosi atyre, domethënë krijesave, afate. Afatet për cilat bën fjalë Imam Tahawi, Allahu më shëroft, në këtë varg janë kufit e ekzistencës së krijesave. Dhe sipas këtij rregulli të Allahut Madhëruar, çdo gjë në këtë botë, në botën e krijuar prej tij, ka exhelin apo afatin e saj. Qielli ka afatin e tij, toka ka afatin e saj, malajket kanë afatin e tyre, po ashtu njerëzit, gjindet, kafshët dhe çdo gjë që ekziston në këtë botë e krijuar prej Allahut Madhëruar, çdo gjë është me një afat të caktuar dhe është pjesë e kaderit që është shkruar 50.000 vjet para krijimit të qiellit dhe të tokës, siç ka ardhur në hadith. Vendosja e exheleve apo e afateve, përveç se tregon për dijen e madhe të Allahut Madhëruar, fuqinë dhe pushtetin e tij absolut ndaj krijesave, si pjesë e kaderit që është, vendosja e tyre përmban edhe urtësitë e tjera. E para prej tyre, kjo botë për ne nuk është gjë tjetër veç se botë e sprovës dhe botë e kalimit për në botën tjetër, që të shihen punët tona, të shihet realiteti ynë dhe secili pastaj të marr atë që ka punuar, shpërblimin sipas asaj që ka punuar, sepse sikur krijesat të ishin shpërblyer vetëm sipas dijes së Allahut Madhëruar pa ardhur në botën e provës, atëherë ato askush prej tyre nuk do kishte pranuar shpërblimin që do marr. Mirëpo, kemi ardhur në këtë botë që të jemi të vetëdijshëm për atë që meritojmë në botën tjetër. E dyta, jeta e kësaj bote është një mundësi e vetme që i jepet njeriut, dhe kjo për faktin se exhelet as ndryshojnë dhe as përsëriten. Allahu Madhëruar ka thënë se kur dikujt i vjen exheli i tij, ai nuk mund ta shpejtojë atë dhe as mund ta vonojë. Prandaj njerëzit duhet ta shfrytëzojnë këtë kohë që të mos vijë një moment i dytë dhe të mbarojnë atyre afatet pa u përgatitur për takimin me Allahun e Madhëruar. E treta, koha e exhelit apo e afateve i është fshehur krijesave dhe nuk e di kush tjetër veç Allahut Madhëruar, dhe kjo me qëllim që njeriu të jetë gjithmonë i kujdesshëm, i gatshëm dhe i angazhuar në detyrat e tij dhe të mos i vonojë ato. Sikur krijesat ta dinin afatin, atëherë ato do neglizhonin detyrat dhe do shkonin pas dëshirave dhe epsheve të tyre.